Prania e madhe e qendve Ndacak në rrugë të Ferizajt vazhdon të shqetësoj banorët, të cilët rrezikohen për ditë edhe nga kafshimi i tyre. Nxënësit, të cilët çdo ditë ballafaqohen me këtë problem, thonë se kanë të vështirë të shkojnë në shkollë nga qenë shumë që ende në rrugëve të qytetit. Ata tregojnë raste kur janë sulmuar nga qenë teksa shkonin në shkollë. Unë me këto na kona dy. Kishin orë plët qenë që atë. Na kena ikë. Na kanë ikë plët ishin konë. Drejtori i shkollës fillore Gjon Serreqi në Ferizaj, Milazim Dërguti, tha se nxënësit çdo ditë janë të rrezikuar nga qentë Ndacak, nga se prania e madhe e mbeturinave afër kësaj shkolle bën që qenë të futen edhe brenda oborrit të shkollës. Fatkeqësisht, shkolla jonë i ekspozohet në mënyrë më të madhe, do të thotë mos më të madhe, rrezikut të përhershëm për qenëve Ndacak. Ky rrezik apo kjo rrezikshmëri vjen ekskluzivisht si pasojë e vendosjes së mbeturinave në çoshën e oborrit të shkollës në rrugën Gjon Serreqi. Qenë rrezikojnë drejt për drejt jetën e nxënësve, kem pas raste disa herë që ti largojmë qenë nga kafshimet që kanë mund të bëjnë nxënësve të shkollës sonë, kryesisht nxënësve të nivelit fillor, të cilët i kanë klasat në pjesën tjetër të oborrit ka mbeturinat. Është koha e fundit që të mendohet pak më seriozisht në zvoglimin, në gjetjen e një mundësie për evitimin nga dukja në masë e tyre në vende ku ata nuk e kanë vendin, do thotë kryesisht rreth shkollave dhe në oborrin e shkollës. Ndërsa banorët fajsojnë komunën e cila sipas tyre nuk po merret me trajtimin e këtyre qendve që po bredhin në çdo cep të qytetit. O marrë për komunën tonë, jalë ti myt, jalë ti mshelbre. Po thëmija që po shkojnë shkollë, më do këtë është të drejtë. Të më falqë, motë, edhe në shprejhe, se po thëmë, s'kur që i këstame, po shqilojsh gatë, shtartani, po shërstejse. Tash, mësim me folë kërkonë Serbia, asë një qanë nuk o po ulicau. Marra për njëve, më në keshë edhe bota. Të nau, jau ku të haqenin smirë, mos më nau. Me kapë kujtojnë në komunës, me kapë vëstirë të nëtë, me qenet më shka donë. Me mujtë qenë nuk lo. Shumë dishka, kur nuk mujna me dalë mas tetëve mo, sosh nuk ka shansë me dalë. As më shumit, as të mija. Shumë është. Nuk e di kush dhe të merë këtë përgjithsi, kush dhe të merë masa. Nuk o në regull, dhe që jenë, unë jetoj në televizioni, ama aty grumbullohen mend me të lonë. Duhet në komunë me shku edhe dikush me vendos dishka. 7 bre, i numrojsha një ditë, 7, edhe si cili maj masë e shuqë. Nuk di, duhet me marrë masa. Thash të bomi nga plakat, edhe që shkojmë komunë, në të marrim dishka parasysh. E në drejtorinë e bujqësisë në Ferizaj thonë se janë në dijeni për këtë situatë. Mirë po kontrata me kompaninë e cila merret me sterilizimin dhe kastrimin e qendve Ndacak parashen numër të kufizuar të qendve që duhet trajtuar. Drejtori i bujqësisë Ismet Vranovsi thotë se deri në qershor kur parashihet të nënshkruhet kontrata e re, nuk mund të bëjnë asgjë në këtë drejtim. Kjo është një shqetësim jashtëzakonisht i madh për gjithë, edhe për institucionet lokale, por edhe për banorët, për nxënësit, për prindërit, për arsye se është një fluks jashtëzakonisht i madh i shtimit të këtyre qenëve Ndacak. Kompanisë e cila është e kontraktume, aja e ka kry procesin e vetë punës. Domethënë e ka përfunduar numrin e qenëve Ndacak për arsye se ka pasur që me numër caktuar që ti trajtoj ata qenë, në bazë vlerës së kontratës. Dhe ai e ka përfunduar para afatit kohën për arsye se ka pasur një numër i madh i qenëve në përqytet. Ky numër është edhe tani. Mirë, po ne nuk mund në aspektin ligjor nuk mund të veprojmë të lidhemi kontroll mbi kontratë. Prandaj kjo është ajo pak që puna vonon derisa të skadon kjo kontroll. Momentin e skadimit të kësaj kontrate, ne prapë do ta shpallmi të nderën dhe prapë do të përcaktojmë, do të thonë përfituesin e operatorin që do të mirret me këtë çështje. Derisa qeveria e Ferizajt të nënshkruaj kontratën e re për sterilizimin dhe kastrimin e qendve Ndacak, qytetarëve u mbetet të kujdesen si të munden për sigurinë e tyre.